Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka publikuar disa fotografi nga nata e pare festivalit Sunny Hill, duke e cilësuar ngjarjen si një nga promovimet më të mëdha ndërkombëtare për kryeqytetin e Kosovës. Në postimin e tij, Rama theksoi se festivali nuk sjell vetëm artist dhe mira vizitor, por edhe e vendos Prishtinën në vëmendjen e botës. Sipas tij, kjo është fuqia e Sunny Hill, të bashkoj njerëz nga vende të ndryshme dhe t'ua prezantoj atyre kryeqytetin e Kosovës. Prishtina mirëpret botën, bota e zbulon Prishtinën. Kjo është fuqia e Sunny Hill, ka shkruar Rama duke shoqëruar mesazhin me pamje nga atmosfera elektrizuese e natës së parë të festivalit.